Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam ja dërgojmë. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me mësimet e pejgamberit alayhi salatu wa salam. E një prej temave të radhës është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e donte çdo punë me fillu me të djathtën. Pra, me fillu me djathtën, ngranjen, pimjen, ecjen, me dorën e djathtë, me dhënë sadakën, me marrë abdesin, me përshëndet tjetrin, me shkru, etjer. Me radhë, thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot e donte të fillonte me të djathtën në të gjitha çështjet e tija. Edhe pasaj ka thonë, sikur se abdesin, ashtu edhe guslin. Pra, në abdes ka fillu Resulullah me djathtën. Kër i ka lau durt, pastaj me dorën e djathtë ka shti ujin në gojë e në hundë. Pastaj ka lau ftyrën, pastaj krahin, njerë djathtën, masane të majtën. Edhe komët, kër i ka lau njerë djathtën, masane të majtën. Po ashtu edhe kër ka marrë gusëll, kër të merë besimtari gusëll, mas pari është sunet me marrë abdes. Pastaj me marrë guslin. Po, kur themi me marrë abdes, me ilon veç kamët pala. Me marrë abdes, kret abdesin, pastaj e ke kry abdesin pa ilo kamët. Dhe më thonë, shkonu i të kamët, po të jo me ila ekstra, se ila është në fun ila është kamët. Masi ke marrë abdesin që shduhet, ka fillu i ka la pjesë e trupit, mas pare i ka la kokën, për shembull me shampan. Pastaj ka fërku pjesën e djathtë, krajën e djathtë, më thonë këtë pjesën e djathtë, pastaj pjesën e majtë. Këtu ku themi pjesën e djathtë mundet krah e kom, pjesën e majtë krah e kom, ose krahin e djathtë, pastaj krajën e majtë, pastaj komën e djathtë, komën e majtë. Në këtë formë domethënë e ka bën ndamjen e guslit. Këto janë sunete, edhe nuk duhet më u tejkalu për pikë qefit. Nëse ndodh besimtari me gabu në herë, inshallah taala ka arsye tim, por me qef nuk bën milan me për shembull me marr gusull ose abdes ka majta. Mendimi më i saktë ulemave që kjo s'është në rregull. Nuk themi që s'pranohet abdesi, por nuk duhet më u bë me qëllim diçka e tillë. Pra ka preferu të djathtën. Pastaj përmendëm sa i përket ushqimit edhe pijes, gjithashtu edhe këtu Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka ngranë me të djathtën edhe ka pi me të djathtën. Kemi për qëllim, edhe nëse është dasht me fillu ngrania e ushqimit pjata, ka ngranë para, të shku djathtas, pastaj të shku majtas. Nëse është një tepsi me ushqim, e nisë për para, të shku ka pak djathtas, pastaj majtas. Djathtas, majtas, e të ecë për para. Njëjtë është edhe nëse punohet toka, nëse nuk ka nevojë të caktuar me mjanis për majtas, arës, ku e diçka përpara kanë punu vneshtët, i kanë punu kallamoqin, kanë punu bafqen, është mirë domethënë mjanis ka e djathta. Po ashtu edhe nëse ju ndodh shembull, jeni të shku në një rrugë, dikun të shku, edhe s'pedena me shku djathtas a majtas, kemet, s'ki kur farë orientimi ka, as një shaj, qka? Graj djathtas. Edhe me dalë gabim, bile ke shku djathtas. Këta po thamë kur sebepet nuk janë në favorin tanë. As ki internet, as nuk ki kur gja, qka bën? Gjithmonë e zgjedh të djathtën. Gjithmonë e zgjedh djathtën. Pra, ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam djathtën. Edhe pimja e ujit bëhet me dorën e djathtë, edhe pihet 3 herë. Masi të pin ujë, përpara kur kanë pi me një gotë, i kanë thonë, duhet me dhënë djathtë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka kërkuar një herë prej dikuj, me u qit ujë, Rasulullahit edhe xhamatit që kanë djathtas edhe majtas. Në të djathtë të tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë djalosh, në të majtë kanë qenë plesht. Atëherë, masi ka pi pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka thonë djaloshit, a bën me i dhonë tash këty në pleqve, majtas, ka lyp leje, se hak i ti
ka qenë ka djata. Djaloshi ka thonë jo. Jo. Ja ka thonë, atëre ka thonë këti djaloshit urna, haki ytë është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thonë atij djaloshit, s'po t'vjen marrë, unë e pejgamber, Ebu Bekri, Omeri, jo, s'ki nevojë me filozofu. Dispozita e Zotit o dispozita e Zotit, hak kjo hak. Pse po e them që ta? Të dashur vëllezër, ju që jeni manmush, edhe ju që vini rregullisht në xhami. Ti, edhe kush vjen 5 vaktin, këtu për ditë që ju kam. Po them kështu ti se e di që nuk preket. Nuk është e hishme për neve, për shembull vjen ideali i ri tash në xhami 10 vjeç, 12 vjeç, edhe të ka zonë safin, ka ardhi pare, ka ardhi para teje, që mi bo të ka zonë safin. Aj nëse largohet e denë saf, dujtë në regull, ama ti më qupë që me e kap veshin, e s'dil për mas tu. Jo, feja jo nuk. Po kona që i pa edukum, jo mërë, së është i pa edukum, ka ardhi djale, ka zonë vendin i pare. Pejgamberi po i thot, a bën mi dhonë këtin të majtë, po i thot, jo, po du une me pi, e tash pseg, ama djali menqëm i shkon, e djali ri i menqëm. Mas i ka pi uj, tha ja Rasulullah, po du, tha, ku është vu buza jote, shtyma jote, ku vu, po du që e pështyma jote janë bareqet marë në trupin tem, për që ta, tha, sa unë, jo që si ja për parësi këtyne, jo që si du këta, jo që se respektaj këta. Ama, kër vjen e djali ri edhe ullet në saf parë, para teje, edhe ti ka me vones, edhe aje ka zonë trek safin e parë, kur ti se nguca ta, ti nuk e nënçman vetin, ti e ngrid vetën. Pse? Se ti i thu kretë botës, na kemi rregull në Islam, na e respektojmë Zotin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na djalin e ri nuk e çojmë pi safit parë, se na ka mësu feja jonë. Për çato është kjo fe madhështore. Se nuk ka domethënë tash ka djali mbretit e djali kryetarit. Çka ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam kur i kanë thonë për atë vajzën, o vajza e mbretit e kryetarit filan fisit, e kish pas Fatima emrin e vajza ka vjedh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam çka tha? Pasha Allah më kon tha vaj Fatimja e Muhamedit, le mo ati filanit e fistekit, ja kisha kput dorën. S'ka, ç'kjo madhështia. Prandaj nuk ka mbretni, nuk ka mbret, nuk ka ligj mbi Islamin. Kjo është problemi pse? Ju pengon dikuj se kur themi na s'ka mbi ligjin, këta janë pallavra të sodit janë pallavra. Na po e shohim sa po del një udhëheqës, një lider i qëraft. Mëse 4 vjetë po bëhet hor. Pse? Allahu po do me vërtetu që veç kush punon me Kur'anin, me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, është i pa ajo ligji i pavdekshëm. Kretë tjerat janë pallavra. Kretë kanë me dështu, kretë kanë me kallëzu se ka dalë. Një legje ka lënë Allah në tokë. Pse? A pretendojnë kretë se dojnë menex dujon? A thrasin kretë para zgjedhjeve se na. Apo dojnë me përmirësu dujon? Veç një ilaç është. Kurani dhe suneti, sheriati Allahit. Pse pra, apo dojnë me përmirësu? Nëse nuk ju del që është ju thamë unë, nuk të garantoj me qëka dush ti, se Zoti ka garantu. Pse pra nuk pëdën të sheriati, nuk pëdën me po mja përmen ata si mja përmen gjarbnin, pitutës. Pse? Se nuk i kanë pretendimet e sinqerta. Po veç një ligj, ai që ka kriju gjithësinë, ka kriju insanin edhe din çka i vyn insanit, çka i bën dobi, çka e nal insanin, çka e zbut insanin, çka e shtin në binar, në kollosek. Apo nuk e don ata. Se da, domethënë pretendimi i tij është ose ai refuzon se da, është armik, e di vlerën e Islamit, e di se me qetësu njerëzimin veç ligji i Zotit e qetëson. Ose është pra domethënë armik, ose është ignorant. Po çysh? Ignorant, po ignorant. Kush se një fenë Allahut është ignorant. Po kish doktoratur, po çka ka lidhje? Ka doktoratur për çështje të dunjas, nuk ka për fenë Allahut. Nuk ka për fenë e Zotit. Prandaj respekti është për gjithë secilin. Kjo fe nuk bazohet në njerëz. Kjo bazohet në baza, në rregulla. Çdo perandori, çdo mretnik kur e ka ngu Kur'anin dhe Sunetin ka ecë përpara. Kur Kur'ani Suneti është lënë anash, po vlerësohet
Jo, zban mretit, djalit mretit, qikës mretit. Po shëriati, po jo, ata mos i prekni, e këtu ka raja për andori. Kur përmi shëriatin në konë dikush, prej njerëzve, e s'ka përmi shëriatin. Këthejme të tema jonë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ashtu, e ka dasht, edhe kur ka hyrë dikush në mexhles, me fillu me i përshëndet nga e djata. Disa ulema kanë këshillu që me i bashku dy sene. Aleikum selam. Edhe djatën me bashku po edhe më të madhen. Qësh? Me shku në kryet venit. Te ai kryesori, kush është kryet venit, pit i folish atij kryesorit, pastaj në djatë atij kryesorit. Edhe kështu deri apet më rinë të ai kryesori. Do kanë thonë jo, janë ispi atje përshëndet, vjen të kryesori, pastaj vazhdon ani. Kjo është. Sa i përket shkrumës, me shkru me djatën, me ngran me djatën është obligim. Me shkru me djatën të dashur vëllezër, nëse fëmia ka problem, kurse si nuk mundet më përmirësu, ka lehtësim. Nuk është haram. Është mirë me shkru me djatën, po nuk është haram. Këto ma djatë asurim. Qashtë. Dhe më thonë, nuk është haram me shkru me të majtën. Po i përmeni edhe 4 sene që duhet mi bo besimtari për me rujt vetën edhe familjen, ka lidhje me këtë meselën e djatës, po ka lidhje edhe me fjallën bismillah. Mundoni 4 gjona me i bo për me pas bereqet në shtëpiat e juja edhe Allah i me urujt shtëpiat për shejtanëve, për e gjinëve. Edhe mos më hy fesadin familjet në shtëpiat e juja. Marrin men këto 4 sene. E para, kur të hyni në shtëpi, sa herë të hyni në shtëpi, bëni bismillah. Edhe hyni me kamën e djathtë. Marrin men. Një, bismillah me kamën e djathtë. Shejtani vjen deri te dera dhe thot s'pas ka këtu, vën me fjet, me najt, me bujt. Kthehet me ata dvetit. E dyta, me bon bismillah kur hani ushqim. Edhe nëse ka hy mrena, nuk mundet ma hongër me ty. 2. E treta, bëni bismillah, sa herë të heqni rrobat edhe të vishni rrobat. Se shejtani ka thonë Allahu në Kur'an e gjend ju shohin e ju nuk i shihni. Sheh vëlla, sheh, si me talon kamerën, apëton, që të kamerën me talon dhomë dhe t'i pjek i shteshë, dhe apëton salamadi, e gjini për të sheh. A i ka epsh, ka kret. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ku të flan me bashkëshortën e vet, ai që flan, s'thot bismillah, edhe shejtani merr hisa aty, masaj na djali po dal gjys drejt, gjys insan. Po normal që dal. S'ke bo bismillah, s'ke bo kur gjë. Pra sa herë tek rrobat, vesh rrobat bismillah. Në momentin që thu bismillah, ata nuk mundën as me të pas kur gjë. Zhduket ndikimi i tyre. Edhe e katërta, sa herë hynin në banjo me bë duan e hymjes në banjo. Sepse ata e kanë aty klubin e vet. Klubin e vet në përbanje, në përvetësia. Kur thu bismillah, do më duan që e bën, të hymjes në WC, aty bllokohet çdo mundësi e kontaktit e pamjes shejtanit e xhinit me njeriun. Edhe të kry nevojën, edhe çka bën? Hyn vëlla, kryes si shpejt e shpejt edhe del. Mos e merr telefonin në WC. Pe thiri unë e di kanë telefon. Alo, selam aleikum. Ha o gjafal. O, thuj për dhe aleikum selam. Jam më një vend ku s'ban me ta këthuj selamin. Po mirë be burë, po. Pse e mërë ti në WC telefonin? Qëka e të këqyra të? Unë e veç... Kur ti në WC, kryni nevojë dhe dilni. Një prej shenjave që mundet njeri mu rrok prej e gjenve, vlazin nuk është për me ju tut kjo. është për me ju vetë disu. Njeri që rrinë WC shumë, gatë, pa nevojë, dini se është një prej shenjave që është të dashtë mu prek pe e gjenve. Ta që s'du ti me ju tut, a vedin me asi me thonë, mësë mu tut me inë WC, me thonë rrinë jonit e dera atje se po tutëm. Së është kuj qëllimi. Por mësë rrinë në WC, nuk është sunet, nuk është pesë, rrinë vlon, qatë sa ki nevoj, oke, rriti edhe nëse ki nevoj,
Edhe gjysore, nëse ki nevojë, ama mënoj të menu. Prandaj, unë kum lexu diku një thonit që po vjen keq me thon këta. Kret meditojnë, apo kupton, kret popujt meditojnë në për biblioteka, në për studiot e tyre të punës. I vetmi është shqiptari që mediton në shole. Kjo është turp, është kupton. Nalet, kupton, me nan aty. Jo vllazni. Aty rrin shejtani. Bile. Edhe pse disa ulema kanë thonë për në WC, ban me gjujt ujin e nxehtë, shumë të nxehtë. Po kanë thonë se WC-ja në origjinë është pasunia jotja e familjes, ti e ke në reç ato, pasunia jotja, ata kanë arte te. Jashta WC-s. Keni kujdes kur gjuni ujë të nxehtë, shumë i nxehtë, se uji i nxehtë i myt e gjend, mund mi myt. Sidomos fëmijët e tyne, të vegjël mundet mi myt, edhe pastaj ata hakmirën. A ke pa që ka thonë filoni ka shkel, filon venin është agrajis, ka lujt. Pse? Ku ka bërloge, ku ka e vene ku s'ka njerëz, shtëpiat e prishne, shtëpiat e moqme, kur të hynin ato vene, thoni bismillah, thoni, bëni dua, audhu bi kelimatillahi tammati min sharri ma khalaq për shembull. Se aty zakonisht Allahu Azza kur i ka larguar gjend nga dynjaja, edhe i ka banu njerëzit, toka është e jona, e njerëzve, ka qenë e gjinve. Pastaj kur kanë bërë fesad, Allah i ka mallku, i ka largu në për, i ka leju me jetu në vende ku s'ka njerëz. Prandaj kur thot dikush, na e kemi atje lugi keq, filoni, fisteki, kum një zone po, mundet më kone vërtet. Sepse ata jetojnë në për vende ku s'ka. Nëse të bjerë me shku në për vende tilla, ose vende të boshatisura, ose ku ka bërloge, ata shkojnë hanë aty, në atë formën e vetë zotja di. Thoni bismillah. Bismillah. Kur dërni dikun ujë shumë nxehtë, bëni bismillah, se mundi me myt dënjonin prej tyne, janë pa përgatitën, edhe pastaj të hakmirën. Nuk është vllazni për më tut kjo, është për më vetdisu, as normal mos më bën vezvese se besimtari le ta adhuroj Allahun, e fal 5 vaktin, ngon Kur'an, lexon Kur'an, i mbështetet Allahut, por këto janë sprova që mundën me ndodh. Prandaj këto sana thash me hyn me kamën e djathtë në shtëpi. Me dal me kamën e djathtë për shtëpisë. Te shtëpia do të thonë edhe hysh me kamën e djathtë, edhe dalish me kamën e djathtë. Në xhami hysh me kamën e djathtë, dalish me kamën e majt. Në WC hysh me kamën e majt, dalish me kamën e djathtë. Edhe bën bismillah, do të thonë te hymja e shtëpisë, pa ata fjalën aty, jemi të fol për me fillu me anën e djathtë, çdo sen me fillu me anën e djathtë. E pejgamberi alayhi salatu sallam edhe Islami e don anën e djathtë. Thash të ushqimit e pija duhet me ngrana me pi me dorën e djathtë. Përmana po përsëris për ata që janë më vonesë, nëse fëmia rastësisht mësohen apo janë majtak, nuk ka problem me shkru me dorën e majt, nëse s'ke mujt me e kthy me djathtën sepse nuk hyn në haramet, ngrania pirja hyn haram, kurse shkrimi me dorën e majt nuk hyn haram. Është e papërqyeshme, por nëse është mësu, atë nuk kemi çka me bën, nuk ka ndonjë problem të madh. Pra, ishte tema jon, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka dasht anën e djathtë edhe në ibadete, edhe në çdo sen edhe në jetën e përditshme ka fillu me të djathtën përveç gjërat e këqija, domethënë normal me të majtën i ka bën të këqijat, po domethënë hymja në WC. Sa i përket edhe një meselë më kujtu, prerja e thojve shpesh na thojnë njerëzit, a me fillu me djathtën, a me fillu me të majtën, themi nuk ka transmetime të sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të prerë me cilën dorë me fillu. Prandaj është e lejuar me fillu me prerë pe djathtës, sepse kanë thonë ulema kjo hyn në kategorinë e pastrimit. Domethënë bëhet me ka djathta një herë dorë. Do kanë thonë mundesh me fillu me të majtën se është largimi mbeturinave, i bërllogit pe trupit. Prandaj cilën do që fillon. Ka në për internet ju djem të ri e shifni, ka do pretendime, ngushtoni pak safat, le të hinë vllaznia, ngushtoni, mosh një safat. Pretendime, aty janë të vizatu me dora, synet që është mi prej thojt, e qëtë, këtë thonin, masaj na këtë thonin, masaj na këta, ku e di qka pështelojnë, qka të shifni, jo që kjo synet s'është e vërtet. Qysh do që janisni mi prej thojt, s'ka problem. Ban njerë dorën e djathtë, njerë dorën e majt, javën tjetër që shtu, e rëndësishme më sileni më rritë shumë. E kemi përmen javën e kalume me të bosit Shqiponjes. Thajt i prejmë vlla, s'ka zbukurim, hjeshi në thue. Edhe burrat e gratë, pyet motra muslimane fal 5 vaktin, thot ditën e martesës janë 5 vakti ka bën mi mjell thajt.
çfarë bukurie ka, domethënë nëse të bën si shtrig, përpara shtrigat na kemi si fëmijë, si shtrigi kish thojt. Sa do të muslimane, bën 5 vakti vën thojt, nuk është kjo. Nuk është në rregull. Allah na falt, Allah na përmirësoft, Allah na vëzat për rrugën e drejtë. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.